Mirë mbrëma, përshëndesim gjithë publikun këtu në sallë dhe të gjithë ata që na ndjekin nga ekrani. Përshëndetje të gjithëve. Po ti nuk do thuash mirë mbrëma, po? Po e thash mos ale në fillim, po nuk po dëgjoj mua. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Tani që ta merrni vesh të gjithë, ai atë që premtoi e mbajti, kryeministri shqiptar. Atë që premtoi para zgjedhjeve e mbajti mbas zgjedhjeve. Europa erdhi në Shqipëri. Një to të kite lutem. Po si. Se meriton. Seriozisht e ke mos Alfano. Po seriozisht e kam. Kështu tani. Po nuk është Europa që ka hapur grup kapituj për të futur në Shqipëri, por është Shqipëria që do të futet në BE. Po ca thua më kja, po Macron jesë në për Tiranë sigurisht e vendali. Kancelari gjerman gjiro në myslimshyr. Kryeministri slovak vrap nga liqeni. Po ca doli më shumë, kjo është Europa. Po mirë, me këtë teori i bie që fushkruja të jetë si New Yorku, me që ka shkelur në për të George Bushi. Ore, më falni një sekonda, e patë raportin e OSBE-s për zgjedhjet? Po me çka shumë mirë ishte. Por nësi ka që kaluam klasën, i cop 5 e morëm. Qa të ke që ka? Po mirë që e kalove klasën këtu ti, po raportin Eurostat për Shqipërinë e ke parë? Jo, nuk e kam parë, po tani që do hymë në Europë ne, sigurisht që kam folur për lukët e Floririt që do hanë shqiptarët. Po si, Luk Floriri. Po qa po thua Mosale? Po a e pe që në raport thuaj se më shumë se 1 milion shqiptarë vuajnë nga një formë e varfërisë ekstreme? Me që po diskutonin për BE-n e kam fjallën. Po tani, po pse shikoni kajzimoj, pse shikoni Shqipërinë si mi gjeni? Po shiheni Shqipërinë me sytë e Macronit, me sytë e Melonit, me sytë e Edi Ramos, me ato syze dhe bukra të kuqe. O Sale, me syze, pa syze, si do të ashosh prapja 1 milion në varfëri, Po prit më tani, prit se 2 javë ka që për zgjedhjet. Sa të filloj qeveria re, gjën e pa që do të rregulloj qeveria është kjo, që thoni ju. Do të rregulloj, Po. Po si more, po shumica e shqiptarëve nuk kanë të paguajnë kredin, qeran, janë ndron pronari bravën e derës çdo 2 ditë, se s'kanë të paguajnë lekët. Po që ka shqiptarë që nuk përballojnë dot një vakt me mish apo me peshk njërë 2 ditë e di? Po që jemi i vetmi popull në Europë që vazhdojmë ngrohemi me bidon me ujë të nxehtë të këmbët dhe shpresojmë të vi vera sa më shpejt. Po, pas keni kështu sot ju. Hajde më mua, afroci do bëhet gati skena. Që ta dini juve edhe gjithë publiku që po na ndjek. Shqipëria është një vend i ngrohtë, njerë nuk ka nevojë fare as për bidona, sepse edhe ndihmën e jemi ngrohtë. Pastaj kush është ai shqiptar që ha 1-2 ditë mish apo peshk? As ministrat u kanë, jo më shqiptarët e thjeshtë. Nëse duan peshk, shkojnë ta kapin. Mirë. Kështu që i lëm këto muhabete, i lëm këto situata edhe të kthejmë syt nga komshin tani. Po shumë mirë i shohim, me kë do nisim, me Italinë, me Greqinë, kë? Po jo këta mëj. 2 komshi tanë